e vërteta është që se dëgjoj shpesh këtu dhe këtë pjesën ekip pa ekip. Ai që u bë kryeministri i Hungarisë ishte një njeri që 95% e ekipit tij nuk e ka njohur njeri para se të niste këtë gjë. Kjo është pak për sigurt. E dyta, e dini ju që në parlamentin e Hungarisë në këtë legjislaturë nuk do ketë asnjë deputet majt, janë gjithë deputet që i përkasin partive të djathta. Sfituan ato do lënë. Jo, më një sekondë. Po s'mund të jetë një popull i gjithë i djathtë, po ka ndonjë të majt në Hungari si thua. Jo më u doq partia, po ata populli votoi, elektorati votoi. Më lër pra ta bëj analizën. Pra, në parlamentin e Hungarisë do të shkojnë vetëm deputet të djathtë, që do të thotë dy partitë kryesore që morën deputet, janë të djathta. I bie që fitoria nuk është ideologjike. Jo, i bie eksakt. I bie që popullata, dhe unë ndaj drejtojmë qytetarëve, duhet a ketë vullnetin të dalë përtej kufive që i janë vendosur, kufi ideologjik, i majt, i djathtë, komunist, baoist, vjedha i hajduti së majtës, është drejtor, është ministër, të lutem, më lërë të mbaroj. Ju keni komunikuar shumë këto javë me njerëzit, besoni vërtet që shqiptari ka kufi ideologjike ende, apo ka vetëm kufi pragmatik? Ti si ish mendimi është si puna e rrjedhës së ujit, kur e ndërpret shpesh, e humbet rrjedhën. Tani nëse na pret mua shpesh, është më interesant me katarak. Po mirë, po njerë e mbaj, dy, e treta. Duhet kursejmë dhe të menaxhojmë kohë televizive. Ajo që po them është që shqiptarëve i ka vendos disa kufi, disa vatha. Njëra është ideologjike, i thonë që ti e i djatë nuk mund të lëvizësh nga djata, ti e i majtë nuk mund të lëvizësh, e ke pas gjyshin partizante e majta, po jo po vjedh këtë drejtori, po le të vjedh ai se ai është i majtë, jo po vjedh ai drejtori tjetër, nuk ka problem, se na vjen Saliu, na vjen Adriatiku që është shërbëtori Saliut, dhe një nga vathat kufit që i zhvendos psikologjik është kufiri ideologjik. Tani unë po të them, shumica dërmuse e atyre që e kanë votuar Peter Maxharin, janë të majtë. Janë të majtë, mo. 29% e atyre rezultojnë që kanë qenë me partin kryesore të opozitës që ka qenë e majtë. Ndërkohë votuan një partit të djathtë. Kufiri i dytë që i zhvendos shqiptarve, përveç kufirit ideologjik, është kufiri ekonomik. Cili është kufiri ekonomik? Kufiri ekonomik është në vitin 91, 92, miratuan një ligj këta. Ligjin 7501. Ja morën tokën pronarve, dhe ndanë ripa për t'ja dhënë popullatës i kënaqën dhe kanë 35 vite që u tundin ato certifikatat, i mbajnë peng. Momenti dytë është ligji për legalizimet. I thanë shqiptarëve, s'ka problem që s'është toka jote, ndërto, si, po ta legalizojmë ne, bën një ligj në 2006, ligji duhet kishë efekt dhe në 2012, duhet kishë përfunduar, qa bën usavarët, në çdo palë zgjedhje i thonë elektoratit vetë, ndërtoni ju në një hotel paleja atje në Bregdet, ndërtoni në një objekt tjetër këtej në kryeqyteti, se kur të vinë zgjedhje tjera, do e shtyjmë ligjin dhe do ua legalizojmë. Dhe këtë bëjnë, kanë që nga 2012 e shtyjmë ligjin në çdo palë zgjedhje për të legalizuar dhe u atusin ato legalizimet për votë. Vim tani, të lutem. Ka shqiptar do të jenë në zgjedhjet e tjera prandaj me detyruar të ndërpres. Shqiptarët nuk pas kanë kufi ideologjik, pas kanë vetëm kufi pragmatik. Momenti i tretë është të lënë ty të veprosh të antiligji, si të bësh evazion fiskal. Dhe kur vjen puna e fushatës të shtrëngojë se ke frikti, tani, përveç kësaj të parës kufirit ideologjik dhe vatës së dytë ekonomike, i kanë bërë dhe një të tretë. Që është? Shplarje së trurit. Si e bëjnë? Duke përqendruar parat dhe duke kapur median, dhe duke hapur 200 lloj portalesh, të cilat thonë aq shumë në të njëjtën kohë dhe aq shumë balk në të njëjtën kohë, sa unë ndonjëherë dal para pasqyrës dhe i them vetes, ore je ti apo si je ti? Dhe e kanë shplar trurin e këtij vendi në atë pikë sa qytetarët nuk dinë më çfarë të besojnë, u duken të gjithë me brirë. Dhe në këtë pikë, kjo që ne jetojmë këtu është një gjendje jashtëzakonshme. Dhe ndaj unë mundohem të flas qytetarëve dhe t'u them, nuk mund të na frymëzojnë thjesht raste jashtë në realitete sociale krejt të ndryshme. Ajo që duhet të bëjmë është të ndërgjegjësohemi dhe të distancohemi nga këto fenomene që rendita, sepse nuk do ketë Peter, po e them dhe njerë, dhe nuk do ketë Maxhar që doja dalë dot nëse qytetarët nuk vendosin të heqin dorë nga veset në këtë shoqëri. Fatkeqësia është që bara e parë mbetet të qytetarit, ne kemi pak sekonda publicitet dhe rikthehemi transmetimit.